Parlamenti shqiptar është në pritje të një përgjigje nga Komisioni Evropian për para se të nisë shqyrtimi i vendimeve të qeverisë për amnistin të miratuar në shkurt të këtij viti. Në momentin që qeveria miratoi amnistin, ministri i atëhershëm i drejtësisë njoftoi se prej saj pritet të përfitojnë drejt për drejt 447 të burgosur, ndërsa për 858 të tjerët parashikohet ulje e dënimit, por shifrat pritet të ndryshojnë në varësi të momentit të hyrjes në fuqi të ligjit. Përfitues pritet të jenë 5077 persona që vuajnë dënimin në shërbim prove. Projekt ligji parashikon gjithashtu që nga nisur nga viti 2024 të pushohet ndjekja penale për rreth 14.000 procedime që lidhen me vepra penale të lehta, duke synuar lehtësimin e sistemit të drejtësisë dhe duke ulur ngarkesat në gjykata e prokurori, si dhe me shumë frymarrje për burgjet, duke reduktuar në afër 10% numrin atyre që mbahen në qeli. Në relacionin për projekt ligjin për dhënie amnistie, bëhet e ditur se 7 shtetas të huaj do të lirohen menjëherë nga qelit pas amnistisë, ndërsa 12 shtetas të huaj do të përfitojnë ulje të ndjeshme nga dënimi i mbetur, por nuk do të lirohen menjëherë nga qelit. Mbi 20.000 qytetarë të dënuar apo në proces hetimi e gjykimi pritet të përfitojnë nga amnistia penale që qeveria e miratoi më herët. Nga drafti i miratuar në ekzekutiv, sipas ministrit Lamallari, pritet të lirohen menjëherë 447 të burgosur të dënuar me vendim të formës së prerë sipas kritereve që janë raportuar dhe më herët. 858 të dënuar, të tjerë do përjashtohen nga falja totale e dënimit. Prej kategorisë së veprës penale do të përfitojnë ulje dënimi me 1 vit për burrat dhe 1 vit e gjysmë për gratë dhe të mturit. Përveç 447 të burgosurve që do të lënë qelin, palje nga dënimi do të përfitojnë menjëherë 5778 të dënuar me masa alternative në shërbimin e provës. Për më tepër, do pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta të kryera deri në 31 dhjetor 2025, për të cilat parashikohet dënim deri në 3 vjet burg me përjashtim të krimeve që janë në kritere ndaluese.